Vllaznia e femrave është mposhtur nga Interi me rezultatin e thellë 7-0 në sfidën e parë të vlefshme për fazën finale të kualifikuesve të Europa Cup që u luajt në Milano. Vajzat kuqeblu pësuan 4 gola në pjesën e parë dhe 3 të tjerë në pjesën e dytë, duke bërë që i gjithë rezultati i kësaj ndeshje të mbyllet 7-0 për Interin. Pas përfundimit të këtij dueli, trajneri i vllaznisë Nikolin Leka tha se është shumë i zgënjur pasi ishte një rezultat që nuk e prisnin. Të them të drejtën, jam shumë i zgënjur, i mërzitën, sepse nuk ishte rezultat që e pritshim. As anë nuk do të çosha këtë lloj rezultatit. Kishim përgatitur ndeshjen ndryshe. Vajzat nuk treguan asnjë gjë në fushën e lojës, as ato vajzat më kryesore, pra nuk mundem të thënë 1-2, po gjithë ekipi ishte totalisht jashtë loje. Mund të them ishte një ditë e zezë për ekipin tonë, sepse me këtë rezultat, them drejtën, nuk ishim përgatitur kurse si, sepse mund të mendoshim një humje nga Interit, sepse edhe diferencat janë me disa klubeve, por jo me këtë rezultat. Vajzat duket i mujti emri Interit. Sfida e kthimit mes dy skuadrave do të luhet në stadiumin Loro Boriçi. Kjo ndeshje është programuar me 15 tetor, duke nisur prej orës 18:00.